A keni vrejt që shumica bizneset tonë në Instagram e përdorin butonin post veç për me na lyp diçka. Na bëni follow, na vizitoni se kena zbritje, na mbështetni e tjerë. Ky nuk është marketing, kjo është kërkesë për vëmendje. Dhe njerëzit sa më shumë që ju kërkoni, aq më shumë largohen. Le ta marrim një shembull. Imagjinoni sallën bukurie. Biznesi i parë poston çdo ditë. Hajdeni me i bë thojt te na, jemi më të mirët. Nuk i intereson kërkojt. Biznesi i dytë poston një video, treg gabimin që po i bëni kur i pastroni thojt në shtëpi e qysh me i shmangë. Cilin do ta ndisni? Te cili do të shkoni kur të keni nevojë? Te i dyti, sepse ai nuk lypi kur gjë. Ai të dha vlerë, mësoi diçka, edhe e vërtetoi që është ekspert para se me t'i kërku parët. Brendet e luksit nuk të thojnë blej, ato të thojnë shiko qysh do këtë jeta jote. Marketingu i suksesshëm nuk ndërtohet mbi kërkesën për mbështetje, por mbi krijimin e nevojës. Ndalos së kërkuari, ndalos së postuari. Filloj jep zgjidhje. Kur klienti mëson prej teje, ai nuk ka nevojë me të mbështet. Ai vjen me të pagu. Sepse në fund ditës, vëmendja fitohet, nuk kërkohet.